O ju njerëz, keni frikë Allahun, fëmija fëmi nuk din, amon ditë kiametit ti e përgjësi për fëmijën tënë. Allah të ka urdhëruar ty, më kujdes për fëmijën tënë, më kujdes për din dhe për dunja. E kjo nuk është kujdesje, kjo është mos kujdesje. Dhe nëse quhet kujdesje mja prish fen fëmis, e jo mja rujt fen. Fëmisën se ja shpjegon ti, ai pajton 40 prindi. Këto bira, bredhe nuk është e muslimanëve, djali jam, qika jam nuk është e jonja. Na jena musliman. Dy fjallë kjo bërë mu, sepse brindi, i foli e bindi, kjo nuk është e jonja, na jena musliman, kaq. Sa kujdeset hoxha për fëmi, ti ma mirë mu kujdes se në shtete shëri Allah, fëmija e kanë që ju mu martua, se njekin Muhamedin, që ka me martua vajzën 6 vjeç, e ka ba marlanjen ma ishën 9 vjeç që veta isha, thot kom luaj me kuklë, thot. E do një mu kujdes për fëmi, që mos mba bje brellën e Krishtlindjes apo të vit i ri. Këtu e kini matë malin problem, kini problem dritën, Pse vlazën e motra, u shka shku ndër mendo herë, pse hoxhallarve u bajnë problem dritat e Krishtlindjes? A dini pse? Se janë në terë e duen me ju majë në terë, e u rejnë dritën. Qka ka tha Jezusi për këta? Te Gjoni, kapitulli 3, vargu 19, që qka thot, ata që nuk e pranojnë mishnimin e birit e njeriut. Gjukimi është ky është gjukimi, nuk ka gjukimi se ke drita, po mos me pranu dritën. E gjukimi është ky, drita erdhë në botë, por njerëzit ma te përdeshën terën se dritën, se veprat i kishin të këshia. Vërtet, kushdo që e ban të keqen, e urren dritën, le nuk del në dritë, që të mos i zbuljohen veprat e tia. Kurse ai që e vene zbatim të vërtetën, ai del në dritë, që të dal balfaq, se veprat e tia u ban si që thot Zoti. E kuptuat tash, pse këta urrejnë dritën? Se Jezusi thot, unë jam drita e botës, ai që do të vinë mas met, nuk do të jetoj në errësirë, po të ketë dritën e jetës. Që dritat e Krishtlindjes për të krishten janë simbolik e ardhjes Jezu Krishtit në botën e tërët. Për ata bëhet brellja e Krishtlindjes. Këta janë munuat krishten, se ka tha Jezusi bën një brellën e Krishtlindjes, po të krishten me art e me muzik e me këto gjëra janë munuat me përshkru botës çka do me tha ardhja e Krishtit. E kanë marrë brellën si simbol. Pse? Se brella gjithmonë jeshil, kur nuk ndryshon. Kjo si do me tha Zoti që është jam shushëm.